Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kudo që jeni dhe që në këto momente po shoqëroheni me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Ju ftojmë në këto çaste që të lusim së bashku mbrëmësoren. Sot është e shtunë dhe jemi në javën e tretë të kohës së Pashkëve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Ndark të qengjit para folës, të bardh e me robë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit kryeprincë. Trupi i tij krejt i shejt, në altar të kryqit i flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që o vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga e cila u shem ferri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, e tiranin e vëndër pranga dhe hap dyert e parajsës. Për herë ti rrofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur, në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mundje të vdekjes, bashk me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Paqja Krishtit le t'i gëzoj zemrat tuaja, aleluja. Psalmi 122. Përshëndetje Jeruzalemit, qytetit të shenjtë. Se që gëzova kur më thanë, e janë i të shkojmë në shtëpinë e Zotit. Ja, tash më këmbët tona shkelen në dyert e tua, o Jeruzalem. O Jerusalem, qytet i ndërtuar me mjeshtri, thuaj se i tëri një copë të vetë me je. Atje ngjiten fiset e Zotit, si pas rregullores në Izrael, për të kremtuar emrin e Zotit. Atje janë selit e gjykatores së drejtësisë, selit e shtëpisë së Davidit. Lutuni për paqen e Izraelit, u prifte mbara atyre që të duan ty, mbretëroft paqja në muret e tua dhe qetësia në pirgjet e tua. Për dashurinë ndaj vëllezërve miqve të mi do të them, paqja me ty. Për dashurinë ndaj shtëpisë së Zotit hyjton, do të lutem ti kesh të gjitha të mirat. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. paqja e Krishtit le t'i gëzoj zemrat tuaja. Aleluja. Antifona e dytë. Me gjakun tënd o Krisht na ktheve përsëri te Zoti. Aleluja. Psalmi 130 prej humnerës të thëras. Prej humnerës klithat e ti, o Zot. O Zot, dëgjoje britmen time. Le ta dëgjojnë veshët e tu, zërin e lutjes sime. Nëse do t'i mbash mend pa udhësit, o Zot, e kush do të qëndroj para teje? Por te ti gjendet falja që të dim të druajmë. Shpresoj në ty, o Zot, shpirti im shpreson në premtimin e ti. E pret shpirti im Zotin, më tepër se rojtarët agimin. Më tepër se rojtarët agimin, le të shpresoj Izraeli në Zotin, sepse te Zoti është mëshira dhe i madh është tek ai shpërblimi. Ai do ta nxjerrë Izraelin prej të gjitha paudhësive të tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Me gjakun tënd o Krisht, na ktheve përsëri te Zoti.
Aleluja. Antifona e tretë. Ishte e nevojshme që Krishti të kalonte në përvdekje, e që kështu të hynte në lavdi. Aleluja. Kënga marrë nga letra drejtuar Filipianëve kapitulli 2 rreshtat 6 deri 11. Krishti shërbëtor i hyjit. Krishti Jezus, edhe pse me natyrë hy, Barazinë e vetë më të nuk e çmoi si një visar që s'mundet pa të. por i amohoi vetvetes E mori natyrën e shërbëtorit dhe u bë ngjashëm me njerëz, dhe për ka pamja jashtme, dukej vetëm njeri. e përuli vetveten, duke u bërë i dëgjueshëm deri në vdekje. Mu deri në vdekje në kryq, Prandaj edhe hyi e lartësoi tezve, dhe i dha emrin që është mbi çdo emër, që në emër të Jezusit të përkulet çdo gjuhë, i atyre që janë në qiell, në tokë e në nën tokë. dhe çdo gjuhë të dëshmoj, Jezu Krishti është Zot, në nder të hyjit atë, lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. ishte e nevojshme që Krishti të kalonte në përvdekje, e që kështu të hynte në lavdi. Aleluja. Leximi i shkurtër, letër drejtuar Romakëve kapitulli 5, rreshtat 10 deri 11. Në qoftë se u pajtua me hyjen e saj të vdekjes së birit të tij, kur ende ishim armiq të tij, sa më shumë arsye, një herë të pajtuar, do të shëlbohemi me anë të jetës së tij. Dhe jo vetëm kaq. Ne e vëm burrin ton në hyjen e saj të Jezu Krishtit, Zotit ton, me anë të cilit tani fituam pajtimin. Përgjigja e shkurtër. Rri me ne o Zot. Aleluja, aleluja. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Tashmë po bëhet natë. Aleluja, aleluja. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Rri me ne o Zot, aleluja, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Unë jam dera, thot Zoti, kush hyn nëpër mua do të shëlbohet, do të hyj e do të dalë dhe do të gjej kullos. Aleluja. Kënga e Virgjës së Lumë marrë nga Luka Ungjilltar kapitulli i parë, lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im e harej brori të hyjit shërbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vetë të përvuajt, që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyji i gjithëpushtetshëm. I shejt është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vetë, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoj princat prej fronëve të tyre, e i lartësoi të përvuajturit, me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoj Izraelit shërbëtorit të vetë, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar e tërvetan. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. unë jam dera, thot Zoti, kush hyn nëpër mua do të shëlbohet, do të hyj e do të dalë dhe do të gjej kullos. Aleluja. Lutjet e besimtarve. Ti lutemi me fe të gjallë Krishtit, i cili e mundi vdekjen dhe e ripërtriu jetën. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. Ti që je gur të cilin ndërtuesit e hodhen jashtë përdorimit, e ati e zgjodhi për gur këndi, bëje se cilin prej nesh gur të gjallë për ndërtimin e kishës sate. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. Ti që i dëshmitar besnik dhe i vërtet,
Bë që kisha jote të dëshmoj gjithmonë me fjalë, me vepra dhe me ngjalljen tënde. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. Ti vetmi dhëndër i kishës sate, e cila lindi nga zemra jote e shpëruar, na bëj dëshmitar të këtij sakramenti martesor me kishën tënde. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. Ti që ishe i vdekur dhe tani jeton për gjithmonë, na jep forcë që t'i mbajmë premtimet e pagëzimit për ta merituar kurorën e jetës. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. O dritë e lavdishme e qytetit shenjtë të hyjit, shndriti të vdekurit tanë në shekuj të shekujve. O Krisht, ti që jeton në amshim, dëgjoje lutjen tonë. Ati ynë që je në qiell, u shejt roftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hyj i gjithëpushtetshëm dhe jam shuar, na pri drejt lumturisë së Parizit, bëj të arrij atje të grigja me gjithse e ligsht, ku bariu i saj hyri fitimtar në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.